publicisti serb Zlatoje Martinović thot se qeveria e tanishme e Kurtit dhe opozita duhet të jenë të vetëdijshme për ndryshimin e situatës gjeopolitike në botë. Sipas tij, nuk duhet të jetë Kosova e ndarë pozit dhe opozit. Pamundësia për të formuar një institucion pas përgjegjësive parlamentare që po e çon Kosovën në një krizë kushtetuese dhe parlamentare në rritje, është e dukshme se sa e pajtueshme është ndarë skena politike. Si qeveria e tanishme e Kurtit dhe opozita, megjithatë duhet të jenë të vetëdijshëm për ndryshimin e situatës gjeopolitike në botë, e cila nuk është e favorshme për politikën me një Kosovë kaq të ndarë. Amerika është aleate e Kosovës, por nuk duhet të harrojmë pa parashikueshmërinë e administratës së re amerikane të udhëhequr nga Trump. Ai heq dorë lehtësisht nga aleatët e tij, nëse disa të tjerë, madje edhe armiqt e dieshëm të Amerikës, i ofrojnë kushte nga të cilat ai personalisht dhe partia e tij republikane mund të përfitojnë, ndërkohë Vučić po bën përpjekje të mëdha për të fituar pikë me Trumpin. Ai mundson dhëndrit të tij të ndërtojë një kompleks të madh hotelerie në qendër të Beogradit, duke prishur ndërtesën e ish shtabit të përgjithshëm e mbrojtur ndryshe me ligj si një pasuri kulturore artikulturore. Por Vučić ka nevojë për favorin e Trump dhe atij nuk i intereson ligji që ndalon çdo ndërtim. Tani ai ka dërguar një ambasador të ri në Washington, Dragan Šutanović, ish presidenti i Partisë Demokratike dhe ministër i mbrojtjes në kohën e Boris Tadić, i cili ka lidhje të shkëlqyera me Pentagonin. Serbia ka qenë diplomatikisht shumë aktive atje kohët e fundit dhe Kosova nuk duhet të jetë aq rehat në besimin se Amerika e re e Trumpit do ta mbrojë atë. Kriza kushtetuese dhe parlamentare në Kosovë është në favor të Serbisë dhe për këtë duhet të jenë të vetëdijshëm të gjithë aktorët politik në Prishtinë, deklaron Martinov. Sipas tij nevojitet formimi urgjent i qeverisë së re, kjo edhe për shkak se Serbia dhe Vučić po presin me durim shansin e tyre. Prandaj formimi apo konstituimi ligjor i parlamentit të ri me zgjedhjet e të gjitha organeve të tij, si dhe formimi më urgjent i qeverisë së re është një çështje me rëndësi të madhe jo vetëm politike, por edhe të sigurisë për shtetin e Kosovës. Këmbgulja e Kurtit për zgjedhjen e kandidatit të ri për kryetar të kuvendit, si dhe refuzimi i rrept i opozitës për ta pranuar atë kandidat, për Kurtin nuk kupton edhe një muaj qeverisjeje, ndërsa për opozitën, mundësinë e zvarritjes së vazhdueshme të formimit të institucioneve të reja për të krijuar kushte për zgjedhje të reja dhe një rezultat më të mirë zgjedhor. Qëndrimet e tilla të banorëve si në pushtet ashtu edhe në opozit kanë përfitime afatshkurtra për ta, por në afatgjat janë shumë të dëmshme për shtetin e Kosovës. Subjektet politike duket se nuk janë në dieni se sa e cënueshme është Kosova. Serbia dhe Vučići po presin me durim shansin e tyre, pohon publicisti. I pyetur rreth dialogut Kosovë-Serbi dhe Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, Martinov thot se Kosova duhet të dalë sa më shpejt nga circulus vitiusus. Dialogu me Serbin nuk ekziston për një kohë të gjatë, Kaja Kallas e shpall dhe Serbia i përgjigjet me përbuzje se nuk e di me kë mund të dialogoj kur Kosova, duhet të thonë, shteti i rrem i Kosovës nuk ka institucionet e veta. Kurti mund të jetë i kënaqur me vonesën e vazhdimit të dialogut sepse vonon edhe formimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe, pra është e gjitha një circulus viciosus nga i cili duhet të dilni sa më shpejt për arsye që përmenda më lart, përfundon Martinov.